Mirëmbrëma, kanë kaluar rreth 3 muaj që se kemi bërë për herë të fundit shqip nga Dritan Hila dhe kemi folur për ngjarjet në Ukrainë. Ndërkohë, Ukraina ka evoluar si rast, kemi bisedime midis Donald Trump dhe Vladimir Putin, njeriu i cili deri përpara 15 gushtit ishte pak a shumë i vendosur në një karantinë, mirëpo presidenti Trump e nxori nga karantina dhe e vendosi edhe një herë në politikën e madhe. Ndërkohë kemi një bombardim së fundmi me dron Shahed dhe me raketa ku kanë haritur që rusët të godasin kryeministrin, një ndër vendet më të mbrojtura të Ukrainës me sistemet e mbrojtjes kundërajrore. Në fakt ka një lloj mungese lajmesh për ngjarjet në front, si duket Ukraina në një farë mënyrë po kthehet në një luftë të harruar, aq më tepër që kemi zhvillimet në Gaza dhe bota është fokusuar aty për vetë karakterin e luftës që ka aty, ku përveç luftës për territore është edhe një luftë për pak a shumë me ngjyrime fetare. Për të folur për Ukrainën, për pasojat që mund të ketë dhe a është Ukraina në pikën e thyrjes, unë kam të ftuar ekspertin e sigurisë, zotin Arben Çuko. Zoti Çuko, mirëmbrëma. Atëhere, po e filloj nga lajmi i fundit, paktën ju jeni më i azhurnuar se unë, por flitet që shtabi i përgjithshëm Ukrainës ka tërhequr një pjesë të trupave nga Sumit dhe i ka afruar në rajonin e Donbasit, ku pritet që rusët të bëjnë një mësyrje të madhe për të marrë Pokrovskin si një pikë të tyre të, domethënë një hub të shpërndarjes për ushtrinë ukrainase të logjistikës. Gjithashtu kemi një vit që thuhet do merret Pokrovski, 80.000 banor qyteti, lufta po bën 4 vjet, për 4 vjet trupat e Stalinit arritën nga Moska në Berlin, ky ka mbetur për të marrë, kur merr një fshat është festë e madhe. Ndërkohë thuhet që Ukraina do thyet sot, do thyet nesër. Ma shpjegon pak gjendjen si është ashtu, pastaj do flasim edhe për anën diplomatike të. Në fakt, këtu do të kishim një hartë. Hartën, ne adhe lutem. Okej, ja ku jemi. Është harta e azhurnuar së fundmi. Kemi Sumin që rrezikohet, kemi 2 xhepat në Kharkiv, që ato vajten gati një vit e gjysmë. Kemi edhe rajonet e vjetra, rajoni Donetskut, ku filloi kryengritja në 2014, dhe kemi zonat e pushtuara. Në fakt, tek qyteti Pokrovskit harta nuk është e qartë, pra nuk është hartë taktike kjo. Nuk është e qartë, pa aty tek ai qytet ka një gjysmë xhepi. Do thotë që trupat ruse gjatë mësymjes së tyre të famshme të verës, që nisi në maj, arritën, kanë përparuar jo më tepër se 7-8 kilometër nga të 2 krahat, për të marrë Pokrovskin, i cili është një qendër e rëndësishme strategjike, logjistike më tepër, po dhe strategjike, sepse sipas specialistëve me pushtimin e kësaj nyje të rëndësishme hekurodhore dhe rrugore, hapet rruga për deportimin e trupave ruse, për atë mësymjen në thonjza që unë nuk e besoj të ndodhë, ku nuk ndodhi gjatë periudhës së beharit. Shumë shpejt, për 15 ditë, fillojnë shirat atje në atë zonë dhe ngec gjithçka. Në fakt, unë mendoj që bombardimet masive të rusëve me anë të dronëve, me anë të masivitetit të dronëve, tregojnë pamundësitë e tyre reale për të përparuar thellë në front, sepse ata përparojnë. Mesatarja, u a thash dhe herën e kaluar, mesatarja e përparimit të rusëve është 250 metër. Po të llogaritësh sasinë e sipërfaqes që kanë pushtuar për gati 3 vjet, po mbushin 4 tashmë, me kohën 250 metër në ditë kanë përparuar rusët. Dhe futja e risive të reja, e teknologjive, e metodave të reja të zhvillimit të luftës, ka hedhur poshtë skemat klasike
të cilat kanë qenë të ndërtuara dhe të studiuara në çdo luftë, nga lufta e dytë botërore deri në këtë konflikt. Skemat e klasike ishin përqendrimi i forcave, mësymje të gjithë trupave, tankistet, këmbësorisë motorizuar, me shoqërimin e aviacionit, të helikopterëve, mësymje të artillerisë. Tashmë dronët e kanë përmbysur këto skema dhe këtë metodë të zhvillimit të luftës, dhe tashmë rusët që kanë për hir të vërtetës kanë shumë tanke, shumë mjetet blinduara, megjithëse u kanë shkatruar gati 10.000, ata prapë prodhojnë gati 1.500 në vit i prodhojnë. Përveç të tjerave që i ri parojnë nga dëmtimi dhe kanë përdorur dhe rezervat e tankeve të vjetra të 62, të 72 që i kanë ruajtur në për depot e tyre. Po gjithsesi skema, metodat e luftimit sulmues, nuk mund t'i themi më luftim mësymës, sepse mësymja konceptohet si përqendrim shumë i madh i trupave dhe mjeteve në një pikë të caktuar, në një drejtim të caktuar të frontit dhe të përtim në gjithë teoria ruse e depërtimit të thellë, të cilin e kanë adoptuar edhe perëndimorët për mësymje me objektiva shumë thella në pravavit armikut, ka rënë poshtë. Keni parasysh se kemi diskutuar që lufta psikologjike është shumë e rëndësishme për palët, për çdo lloj pale. Dhe në propagandë, në një pjesë propagandës perëndimore ka zënë vend, që unë mendoj është pjesë e luftës psikologjike të rusëve, ka zënë vend ajo që sapo thatë ju që Ukraina do thyet sot, do thyet nesër, do thyet sot, do thyet nesër. E kanë thënë që para 3 vjetësh dhe nuk po ndodh diçka. Në radhë parë, unë jave meritën kësaj, ua kam thënë, vullnetit të pathyeshëm të popullit të ushtrisë, dhe të udhëheqjes ukrainase. Unë mendoj të ushtrisë se populli gjysma ka ikur. Po. Nga 20 milion, 20 milion kanë vetë. Dhe kjo është pjesë këto janë shifrat të kampit perëndimor. Nuk ka mundësi që 20 milion të jenë në Evropë. Nuk mundesh. Këtë e thonë burim e pavarur. Askush nga ata nuk e di. Polonia, që është bikpritësia më e madhe e tyre, thotë ka 2. Po kush është Gjermania? Po sa ka, i takon të ketë 12? Jo, ka më tepër, ka diku te 3-4. Po mos harro se janë shpërndarë në botë. Po ti marrësh nuk janë. Dhe një pjesë të tyre janë të pa identifikueshëm. Po them vetëm kaq, që vetëm në Çekinë e vogël aktualisht gjenden 60.000 veta të cilët janë në moshën e mobilizimit. Do shkojnë dhe ata, unë besoj. Gjithsesi, pra, u ave vullnetit në këtë meritë. Jo, se që mos më quajnë Putin, janë të marrë nga Corriere della Sera, e cila ka botuar qyfyre të mëdha, që servimin programatorët e lavatriçeve rusët, e halla që eliminon të vjetutarë. Dhe dyta, inovacionit dhe risive që kanë sjell ukrainasit në zhvillimin e betejës toksore. Ukraina nuk ka shumë pak mjeta aerore. Dhe flot nuk ka, po F-16